Avokati i popullit, Faton Selami, tashmë ka iniciuar nismë për harmonizimin e ligjeve që lidhen me provimet profesionale juridike, duke përfshirë jurisprudencën, noterin dhe përmbaruesit. Ai thekson se deri tani ligji për përdorimin e gjuhëve, i miratuar në vitin 2019, nuk është zbatuar në praktikë. Sipas Selamit, ligjet aktuale nuk parashikojnë mundësinë që provimet të jepen në gjuhë tjetër përveç maqedonase, gjë që krijon pengesa juridike dhe praktike për kandidatët shqiptar, të cilët kanë përfunduar studimet juridike në gjuhën e tyre amtare. Konstatuam se kjo shkakton probleme juridike dhe praktike për kandidatët të cilët gjuhë amtare kanë gjuhën shqipe dhe të cilët i kanë kryer studimet e tyre juridike në ciklin e parë dhe të dytë në gjuhën e tyre amtare, dhe duke u nisur nga kjo dhe nga mos zbatimi i deri tanishëm i ligjit, u drejtuam me iniciativë konkrete për harmonizimin e këtyre ligjeve që, si të themi, të ligjet të ketë implementim konkret dhe të detyrueshëm nga institucionet. Nga ana tjetër, Faton Pollozhani nga BDI thekson se ligji për gjuhët mundson që studentët të japin provimin e jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Sipas tij, zbatimi i ligjit, si në nivel qendror ashtu edhe në atë lokal, ka avancuar ndjeshëm gjatë periudhës kur BDI ishte pjesë e qeverisë. Zbatimi i ligjit për gjuhët, konkretisht i gjuhës shqipe dhe përdorimi i gjuhës shqipe në institucionet shtetërore, në nivel qendror dhe në nivel lokal, ka arritur në faza të përdorimit më të madh në institucione. Dhe mendoj që në periudhën që BDI ka qenë në qeveri, qytetarët janë dëshmitar se sa ka arrit niveli i përdorimit të gjuhës shqipe. Ndërkohë, studentët të pakënaqur nga mos zbatimi i ligjit kanë paralajmëruar një marsh protestues më 6 prill dhe bëjnë thirrje që qytetarët u bashkohen, duke theksuar se rasti nuk duhet të politizohet nga partitë politike.